Me thebët, rruga e së vërtetës. Diversiteti në mendimin e dietarëve të umetit tim është mëshirë e Allahut. Hyrje. Shprehja me theb, që përbohet prej bashkëtingëlloreve dhe h dhe b, dhehebe, e që do të thotë të ecësh, të shkosh, rrugës, shtegu që ecën. Në gjuhën arabe ka disa kuptime: shkollë, doktrinë, juridike apo akaidore, islame, drejtim, mënyrë e veprimit, pikpamje, botë vështrim. Në pikpamje përmbajtësore shprehja me theb do me thënë drejtimi apo metoda që juristi i kualifikuar, mujtehidi, zgjedh dhe përdor për të ardhur deri te njohja dhe nxjerrja e dispozitave të caktuara, el ahkam. Imam Gazaliu në veprën Mizanul Amel ofron 3 kuptime themelore: qëndrim, metodë mësimi dhe bindje, besim. Ijtihadi në shekullin e lumturisë. Kurani urdhëron: atë që ua jep pejgamberi merrni, dhe atë që ua ndalon largohuni prej saj. Kaptina El Hashr, ajeti numër 7. Këtë urdhëresë më mire kanë kuptuar dhe praktikuar shokët e pejgamberit alayhis salam. Në kohën e ardhur gjatë jetës së Muhamedit alayhis salam nuk kishin me thebe, sepse shpallja ishte në zbritje e sipër, dhe çdo nevojë të besimtarëve e plotësonte vetë Muhamedi alayhis salam me shpjegimet e duhura. Por pas vdekjes së tij nuk kishte autoritet me merit që do të fliste në emër të fesë. Njerëzit të cilët gjatë jetës së Muhamedit alayhis salam ishin specializuar në një farë mënyre, në të ardhmen do të bëhen pikat më referuese të lindjes së shkencave islame, siç është Muadh ibn Xhembeli, Abdullah ibn Mesudi, Ali ibn Abi Talibi, Ebu Hurajre, Aisha bint Abi Bekr, Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë këto dhe të tjerët. Më vonë natyra e hapur e mësimit islam, pastaj boshllëqet juridike, por dhe siguria juridike, polisemia kuranore, perceptimi i ndryshëm i hadithit dhe sunetit e të tjera, do të mundësojnë zhvillimin e këtyre filizave fillestare të shkollave të specializuara, prej të cilave kohës i mbijetuan vetëm disa prej tyre. Baza e besimit islam është ai besim të cilin e kishte pasur Muhamedi alayhis salam dhe shokët e tij. Pasuesit e këtij besimi quhen Ahlus Sunne wal Jamaa, pasuesit e sunetit dhe mendimit të shumicës. Historia e mendimit islam njeh 4 shkolla sunnite të gjithë pranuara, që i njohim me emrat Medhhebi Hanefi, Maliki, Shafi dhe Hanbeli. Heqja dorë nga rruga e sahabëve, shokëve të tij është mashtrim, është dalalet. Shkolla apo medhhebi më i njohur dhe më i shtrirë është ai Hanefi, Maturidi, me përfaqësuesin e saj më të madh, Imam Ebu Hanifën në fik dhe Imam Maturidiun në akaid. Për zgjedhja selektive prej medhhebeve, për arsye të shumta dhe ndjekja e këtyre parimeve, nuk lejohet prej shumicës së dietarëve ose lejohet me kushte të caktuara. Grupimet që janë ndarë nga shumica quhen sekte, mos pajtimet dhe fikore dhe akaidore, derisa bazohen në fakte e prova të njohura e të pranuara, tolerohen dhe madje kjo konsiderohet mëshirë dhe lehtësi për bashkësim. Pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam, uniteti musliman në besim dhe veprim filloi të thyhet dhe të largohet prej shtyllave të islamit, Kur'anit dhe hadithit. Në këtë gjendje pati faktor të shumtë, të jashtëm dhe të brendshëm, por më kryesorët janë shtrirja e shtetit islam në shumë vende të botës, takimi me fetë, kultura dhe traditat e tjera, përkthimi i literaturës greke, persiane dhe tjera në gjuhën arabe, por edhe dobësitë e brendshme si luksi, braktisja e përkushtimit ndaj fesë, lufta që bëhej për poste e të tjera. Ndër të parët që ofroi një platformë ideore për muslimanët ishte Imam Ebu Hanifja, duke ofruar veprën e tij El Fikhul Akbar, fikhu më i madh, dhe disa vepra të tjera. Më vonë në krah të Ebu Hanifës do të dalë dhe Imam Maturidiu,
i cili e ka veprën e vet kapitale, Kitabu Tauhid, e të tjera. Pastaj Imam Tahawiu me veprën e tij Aqaidu Tahawiyye, e të tjera, dhe Imam Eshariu me disa vepra të tjera. Muslimanët në trojet shqiptare janë Hanefi Maturidi, qysh nga mesjeta. Këtë dëshmon dhe udhëpërshkruesi Yakut Hameviu në veprën kapitale çka e ka shkruajtur Mujme'ul Buldan pas një zbehje në aspektin intelektual. Medhhebi Hanefi Maturidi sërish po forcohet për të qenë shtyllë e fortë kundrejt rrymave të shumta që paraqiten në përhistorinë tonë. Ijtihadi pas pejgamberit alayhis salam. Pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam gjendja ndryshoi. Tash tutje nuk kishte autoritet para të cilit muslimanët do t'i shtronin pyetjet, brengat e hallit në aspektin fetar. Po ashtu shteti islam mori për masa të jashtëzakonshme, si në hapësirë ashtu dhe në aspekte të feve, kulturave, gjuhëve e tjerë. Më herët muslimanët nuk patën përballje të tilla. Ata që shquheshin në mesin e sahabeve përpiqeshin të zbusin gjendjen, por situata çdo ditë më shumë kërkonte specialist për drejtë të ndryshme të jetës, sidomos për një fe si Islami. Nëse çështjet përmendeshin në Kur'an dhe Hadith, dietarët e parë ofronin përgjigje, por nëse nuk gjendej gjë, atëherë ata u detyruan të mendonin, të krahasonin dhe të jepnin përgjigje të nevojshme. Këtë gjendje e shohim te Ebu Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu, Zoti qofti kënaqur prej tyre, por edhe te sahabët e tjerë. Shembull kemi te Muadhi radiallahu anhu, i cili pas betejës në Tebuk u dërgua në Yemen me detyrën e tubimit të zakatit, mësimit të Kur'anit, udhëzimit të njerëzve në fe, dhënies së përgjigjeve fetare, gjykimit të rasteve të ndryshme, thjesht të kryente detyrën e një administratori. Me rastin e dërgimit dhe dhënies së autorizimit, Muhamedi alayhis salam e pyeti Muadhin, Zoti qofti kënaqur prej tij, duke i thënë: "Si do të veprosh nëse kërkohet prej teje të gjykosh?" Muadhi tha: "Do të gjykoj sipas librit të Allahut." Pejgamberi ja ktheu: "E nëse nuk gjendet në librin e Allahut?" Ai tha: "Sipas sunetit të dërguarit të Allahut." Atëherë pejgamberi alayhis salam tha: "Po nëse nuk gjen as në sunetin e pejgamberit?" Muadhi ja ktheu: "Në atë rast do të bëj ijtihad dhe do të bëj ç'është e mundur nga unë." Pejgamberi alayhis salam më ra në gjoks dhe më tha: "Falenderoj Allahun xhel shanuhu, i cili e aftësoi të deleguarin e Allahut në atë mënyrë që do ta gëzoj të dërguarin e Allahut." Burimet fetare, Kur'ani dhe Hadithi janë të hapura për më shumë lexime, perceptime e shpjegime të mujtehidëve. Prandaj kemi më shumë se një komentim, gjithashtu të drejtë. Ato janë rrugë të tjera deri tek e vërteta, por jo përçarje, luftë dhe shkak për dominim të njëri tjetrit. Nëse e kalon këtë kufi, ajo punë nuk quhet ijtihad, por quhet fitne, ngatërres. Prandaj Muhamedi alayhis salam diversitetin e ka quajtur mëshirë. Ai ka thënë: "Diversiteti në mendimin e dietarëve, imameve të ummetit tim, është mëshirë prej Allahut xhel shanuhu." Shfaqja e medhhebeve. Pas sahabëve erdhi brezi i tabiinëve, të cilët gjithashtu edukuan brezin pas tyre të tabiinëve. Ata respektonin mësuesin e tyre dhe mbështeteshin tek ata, por rrethanat e reja i nxitën dhe i detyruan dietarët të bënin dhe përti mësimeve të mësuesve. Në këtë mënyrë filluan të formohen specialistë e parë mujtehid, ekspert, të cilët i përgjigjeshin një çështje të caktuar apo më shumë çështjeve. Shekulli i 2, i 3 dhe i 4 Hijri, 8 apo 10 Gregorian, u shquan për daljen në skenë të shkollave të medhhebeve, të cilat paraqisnin imamët e parë specialistë për tema islame. Gjatë kohës pati shumë mujtehid, por jo të gjithë i mbijetuan kohës, si Hasan Basriu, Euzaiu, Theuriu, Taberiu e të tjerë, të cilët u shkrin në medhhebet e afërta. Kohës i mbijetuan medhhebi Hanefi, Maliki, Shafii dhe Hambeli. Në përgjithësi këta dietarë respektoheshin mes tyre, edhe pse kishin mendime të ndryshme.
Këtë atmosferë tolerante kryesisht e patën dhe ndjekësit e tyre, e si ilustrim kemi rastin kur xhamit janë multimedhhebore, një imam i një medhhebi dhe xhamatlinj të disa medhhebeve. Grupimet që janë ndarë nga shumica quhen sekte, mospajtimet dhe fikore dhe akaidore, derisa bazohen në fakte e prova të njohura e të pranuara, tolerohen, dhe madje kjo konsiderohet mëshirë dhe lehtësi për bashkësinë. Ndjekja e një medhhebi. Përse një medhheb? Përse medhhebi mos është një sajesë e panevojshme politike, doktrinare e interesi? Pyetje të tilla i shtrojnë një medhhebistët apo kuranistët, të cilët pohojnë se secili duhet ta nxjerrë vendimin individualisht, drejt për drejt nga Kurani, e jo të pasojnë ndonjë medhheb apo të përdorë hadithe, sepse njëri prej shkaqeve të shfaqjes së medhhebeve sipas tyre janë hadithet. Veprat e dietarëve klasik i quajnë të panevojshme dhe pengesë për një homogenitet doktrinar dhe për një bashkohësi. Shtrohet pyetja, përse emrat e medhhebit e mëdhenj të akaidit, fikut, tefsirit, hadithit nuk i refuzuan medhhebët dhe të ndiqnin ekskluzivisht opinionet e veta, por ndoqën rrugën e medhhebeve të veta dhe respektuan kolegët e tyre. Ata e kishin të qartë se ajete të drejt për drejta juridike kemi vetëm rreth 300, kurse të tërthorta po aq, që gjithsej janë 500 deri në 600 ajete me karakter juridik. A e mbulojnë këto ajete tërë jetën dhe kompleksitetin që rezulton nga kjo? Natyrisht që jo. Madje as hadithet që janë ruajtur në përmbledhjet e njohura të Sahihut Buhariut dhe Muslimit, as ato nuk e mbulojnë. Ijtihadi, puna shkencore, individuale apo grupore, është e nevojshme, e domosdoshme për të përgjigjur nevojave jetësore që shtrohen sot. Individi edhe më i ditur nuk do të ishte i mjaftueshëm për mendime dhe vendime serioze. Edhe pse Buhorejre ka transmetuar rreth 5300 hadithe, ai nuk është konsideruar jurist islam. Edhe pse shpesh ka ndodhur që për kuptimet e haditheve që ai i dinte, të pyeste Omerin apo Aliun, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Edhe pse kanë ardhur dietar me famë pas 4 imameve të mëdhenj, ata nuk janë rreshtuar kokë më vete, por kanë ndjekur njërin prej tyre duke ngritur ndërtesën e përbashkët lart e më lart. Dietari turk Omer Nasuh Bilmen në Ilmihalin e Madh Islam lidhur me 4 medhhebet thotë: 4 imamët e mëdhenj që kemi përmendur për muslimanët janë mëshira e Allahut. Ata nga 4 burimet fetare kanë nxjerrë rregullat dhe kanë treguar rrugën që muslimanët do të ndjekin. Në fund, kushdo që ndjek njërin prej këtyre 4 medhhebeve, ai është i lidhur me një medhheb të drejtë, domethënë gjendet në rrugën e pejgamberit alayhis salam. Të 4 imamet e mëdhenj dhe shkollat e tyre janë pajtuar rreth me themeleve të çështjeve fetare, dhe në këtë aspekt nuk ka ndonjë mospajtim serioz. Mospajtimet kryesisht janë në çështje dytësore dhe formale, sikur janë kur njëri imam ndjek rrugën e shmangjes së lehtësive, e tjetri ndjek rrugën e përdorimit të lehtësive, ruhsa. Kjo është domethënia e hadithit: diversiteti në ummetin tim është mëshirë prej Allahut. Kompetencë për ijtihad nuk ka çdo kush dhe nuk mund të paraqitet në opinion me mendime vetjake. Një veprim i tillë do të paraqiste përçarje dhe coptim të bashkësisë muslimane. Pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam, uniteti musliman në besim dhe veprim filloi të thyhet dhe të largohet prej shtyllave të Islamit, Kur'anit dhe hadithit. Në këtë gjendje pati faktorë të shumtë, të jashtëm dhe të brendshëm, por më kryesorët janë shtrirja e shtetit islam në shumë vende të botës, takimi me fetë, kultura dhe tradita të tjera, përkthimi i literaturës greke, persiane e të tjera në gjuhën arabe, por edhe dobitë e brendshme, luksi, braktisja e përkushtimit ndaj fesë, lufta për poste. Ndër të parët që ofroi një platformë ideore për muslimanët ishte Imam Ebu Hanifja, i cili ofroi veprën e tij El Fikhul Akbar dhe disa vepra të tjera. Më vonë në krah të tij do të dalë dhe Imam Maturidiu me veprën e vet kapitale Kitabu Tauhid, dhe pastaj Imam Tahawiu
me veprën e tij Aqaidu Tahawiyya e të tjera dhe Imam Eshariu me disa vepra të tjera. Muslimanët në trojet shqiptare janë Hanefit Maturidit, qysh nga Mesjeta. Këtë dëshmon edhe përshkruesi Yakut Hamehuiu në veprën kapitale që e ka Mujme'ul Buldan. Pas një zbehje në aspektin intelektual me thjebi Hanefit Maturidit, sërish po forcohet për të qenë shtyll e fortë kundrejt rrymave të shumta që paraqiten në historinë tonë.